Dërsa Ergyll Sagasi kishte rolin e koordinatorit të kryeministrit Edi Rama me mafiozët, zyra e tij në ish blok ishte kthyer edhe në një qendër raportimi nga qeveritar dhe funksionar të policisë së shtetit dhe agjencive të sigurisë kombëtare. Kjo e vërtet është e skeduar në dosjen hetimore të SPAK, ku sipas përgjimeve të kryera në kuadër të hetimit, rezulton se në zyrën e Ergyll Sagasit kanë shkuar edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, si dhe drejtoria e SHish Vlora Hyseni. Sipas lëndës hetimore të grumbulluar nga BKH, rezulton se drejtuesi i policisë së shtetit Ilir Proda dhe drejtuesja e shërbimit sekret Vlora Hyseni, të cilët janë në krye të luftës kundër krimit dhe garantimit të sigurisë kombëtare, kanë shkuar shumë herë në zyrën e Ergyll Sagasit për t'i dhënë informacione sensitive nga aktiviteti i sektorëve që ata mbulonin. Ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani, drejtuesi aktual Klodian Braho dhe prokurorët e dosjes Agasi, për shkak të skandalit të rëndë shtetëror, janë kujdesur dhe po kujdesen që të mos bëhen publike takimet dhe përmbajtja e bisedave mes Ergyll Sagasit dhe dy drejtuesve të luftës kundër krimit dhe sigurisë kombëtare. Megjithatë, nuk kanë mundur të fshehin faktin se kryepolici Ilir Proda dhe drejtoresha e Shishit Vlora Hyseni i kanë dhënë Ergyll Sagasit informacione sensitive nga aktiviteti i policisë së shtetit dhe Shish, si dhe të dhëna konfidenciale nga bashkëpunimi me agjencitë vendase dhe ato të vendeve partnere. Sipas interesave të tij dhe klanit që përfaqësonte, Ergyll Sagasi kërkonte nga Ilir Proda dhe Vlora Hyseni informacione mbi aksionet e policisë së shtetit dhe gjurmimet e zbulimet që kryenin agjentët e Shishit. Ata i raportonin Agasit për kompanitë e biznesmenve që gjurmoheshin e denoncoheshin për persona në kërkim, si dhe për të dhëna të siguruara nga Interpol Tirana, Fast Albania, Interpol, Drejtoritë Rajonale të Policisë, BKH, SPAK, Shërbimet e Antiterrorit, Antitrafiqeve, Antikontrabandës, Ministria e Drejtësisë, Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroritë Rajonale, DEA, Europol dhe agjencitë partnere të vendeve të BE-s dhe SBA-s. Sipas bisedave të regjistruara madje edhe nga vet Ergyll Sagasi, përmes një sistemi të fshet audio-video brenda zyrës së tij, është vërtetuar se kryepolici Ilir Proda dhe drejtoresha e Shishit Vlora Hyseni i bindeshin dhe tregonin gatishmëri raportimi në çdo rast që u kërkoheshin informacione. Ilir Proda prej 17 muajsh rezulton me telefon të sekuestruar dhe në netim nga SPAK për dekonspirim aksionesh ndaj bandave kriminale, ndërkohë sipas dosjeve hetimore, ai ka lidhje me interesa biznesi me trafikant droge dhe nuk është i pajisur me certifikat sigurie, ndërsa drejtoresha e Shishit Vlora Hyseni, kur ishte në krye të shërbimit sekret të Kosovës, u shkarkua nga detyra me vendim të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, për shkak se dyshohej se jepte informacione sekrete drejt krerëve të partive politike, biznesmenve, eksponentëve të krimit dhe shërbimeve të vendeve jo mike. Megjithatë, Edi Rama e emëroi Vlora Hysenin në krye të shërbimit informativ shtetëror të Shqipërisë. Në reagimin e kryeministrit Edi Rama pas 5 ditëve të mungesës së ujit në Vlorë, bëri përshtypje fakti që për sigurimin e tubit dhe rikthimin e furnizimit me ujë, ai falenderoi vetëm drejtorin e përgjithshëm të ujësjellës kanalizimeve, Flaures Shoshi, duke ditur se çdo lëvizje dhe mesazhi i Edi Ramës mbron ose fsheh një interes të tij. I tillë ishte edhe falenderimi për drejtorin Shoshi, por nuk mund të mbulohet me Shosh. Qëllimi i vërtet i këtij falenderimi, i cili lidhet me një afer miliona euro të bërë prej tyre. Me urdhër të Edi Ramës, drejtori Flaures Shoshi, kur ishte zëvendës drejtori i ujësjellës kanalizimeve në vitin 2019, i katapultuar enkas nga ujësjellësi Malësisë së Madhe, firmosi fondin 15 milion euro dhe zhvillimin pagar të procedurës për landfillin Eco Park në Porto Romano, Durrës. Më 21 tetor 2019, zëvendës drejtori i Flaures Shoshi shpalli tenderin me fond limit rreth 20 milion euro me të vëshë me objekt, mbyllje e vend depozitimit të mbetjeve të ngurta Eco Park, Durrës, por për ta maskuar si investim emergjent pas tërmetit, ai anuloi tenderin dhe rishpalli më 7 dhjetor me shënimin mbi prioriteti në kushtet e gjendjes së shpallur të fatkeqësisë natyrore. Më 16 dhjetor 2019, për të ligjëruar tenderin, Edi Rama firmosi vendimin numër 6 me objekt mbetjet inerte të krijuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019 në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë të depozitohen në vend depozitimin e Porto Romanos të Bashkisë Durrës. Më 27 dhjetor 2019, Flaures Shoshi zhvilloi procedurën me negocim me kompanitë Demare SRL dhe Victoria Invest International me vlerë kontrate rreth 20 milion euro me të vëshë sa 99.99% e fondit limit, procedurë nga e cila Edi Rama spostoi Alqi Bllakon, i cili ishte drejtor. Në fillim të muajit shkurt 2020, SPAK filloi hetimin për aferën e Eco Park në Porto Romano,
me prova për falsifikim dokumentesh, procedurë pagar, dyfishim të fondit limit dhe të vlerës së kontratës, si dhe saim të këtij investimi, duke e përdorur si mask tërmetin e 26 nëntorit, por pas nisjes së hetimit, u zbulua se kjo ishte një aferë organizuar nga Edi Rama dhe Klodian Zoto, ndërsa zëvendës drejtori i Flaures Shoshi për të ajoshur dhe për t'i krijuar terren përfitimesh, u caktua antar bordi në 9 ujësjellësa të Shqipërisë. Zëvendës drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Flaures Shoshi, u caktua nga Edi Rama si i besuar dhe i gatshëm për të firmosur dokumentet dhe për t'u dhënë tenderët kompanive të paracaktuara Demare SRL dhe Victoria Invest International. Në muajin maj 2025, BKH dhe SPAK provuan se personi përgjegjës kryesor për aferën 20 milion euro të ekoparkut në Porto Romano të Durrësit është Flaures Shoshi, i cili sipas informacionit do të merret i pandehur brenda muajit janar 2026. Në muajin qershor 2025, kryeministri Edi Rama emëroi drejtor të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve për t'i dhënë sinjal se po e mbron nga arrestimi i mundshëm, ndërsa më 5 janar 2026 emëroi drejtor të Ujësjellës Kanalizimeve të Tiranës, ashtu siç e falenderoi, sikur t'ishte vetëm drejtori i Flaures Shoshi që zgjidhi çështjen e tubit dhe rikthimin e furnizimit me ujë në Vlorë, por në fakt, të gjithë varësit që kanë qenë në hetim nga SPAK, Babloku i ka falenderuar dhe i ka emëruar në detyra të reja para arrestimit. Ky pallat me 9 kate mbi tokë dhe një kat parkim nën tokë në zonën e plazhit te Rrota e Kuqe në Durrës përflitet se është i Mirela Kumbaros, bërë dhurat nga një trafikant me biznes ndërtimi. Ashtu si qeveritarët marrin miliona euro dhe pasurinë në mënyrë të paligjshme si shpërblim për favore me leje ndërtimi dhe toka publike për pallate, kulla e resorte, edhe për këtë pallat thuhet se i është bërë dhurat ministres Mirela Kumbaro në plazhin e Durrësit. Leja për këtë pallat i është dhënë kompanisë Bega 07 të trafikantit Arben Muçobega dhe AKM Group në pronësi të djalit të tij, Kristi Muçobega dhe Nipit Armand Muçobega, të futur në grupin e ndërtuesve të favorizuar me ndikimin e kumbarës së tyre Mirela Kumbaro. Këtë e vërteton vendimi numër 53 datë 2 prill 2024 për ndërtimin e një objekti 9 kate mbi tokë dhe një kat nën tokë në rrugën Pavarësia Durrës, i firmosur nga Edi Rama dhe ministra Mirela Kumbaro. Jap se quhet Pallati i Mirelës. Me që kjo leje ndërtimi u dha jashtë planit rregullues të zonës së plazhit në Durrës dhe në kundërshtim me përcaktime turistike, mjedisore dhe arkeologjike, Agjencia e Zhvillimit të Territorit nuk e firmosi deri më 31 tetor 2024. Ishte ndikimi i Mirela Kumbaros te kryeministri Edi Rama dhe përgatitja e dokumentacionit urbanistik, mjedisor dhe arkeologjik të falsifikuar dhe në shkelet ligjit që i hapi rrugën ndërtimit të pallatit në zonën Rrota e Kuqe të plazhit Durrës. Pikërisht për këtë arsye, objekti quhet Pallati i Mirela Kumbaros. Ndoshta nuk është e vërtet, por është fakt se me ndikimin e Bablokut dhe me dokumentet firmosura nga Mirela Kumbaro, kompania Bega 07 e trafikantit Arben Muçobega vetëm brenda vitit 2024 ka marrë disa leje ndërtimi në Imar, Durrës dhe Tiranë mbi toka shtetërore të dhëna falas. Ky informacion përbën indicie për hetim nga SPAK për të verifikuar nëse pallati është bërë dhurat Mirela Kumbaros nga trafikanti Arben Muçobega si shpërblim për favorizimin me leje ndërtimi dhe toka publike. Sepse emri Mirela Kumbaros ka dalë në disa dosje të tjera të SPAK-ut, konkretisht për aferën e pikës së vogël të tokës brenda parkut të Butrintit dhe në oligarkut Hidayet Ismailaj për kompleks vilash e pallatesh. Në lejen dhënë kompanisë së Sallameris Hako për qebaptore në qendër të Butrintit, në dosjen e Ilir Beqas për vjedhjen e fondeve të BE-s dhe në shumë afera të tjera. Leje ndërtimi dhe toka që ka marrë Arben Muçobega, firmosura edhe nga Mirela Kumbaro. Vetëm gjatë vitit 2024 në favor të kompanisë Bega 07 të trafikantit Arben Muçobega, ministra Kumbaro ka sekserizuar dhe firmosur 5 leje ndërtimi për resorte, pallate e kulla. Leje numër 34 datë 2 prill 2024 për resort 1 deri 5 kate mbi tokë dhe 2 kate nën tokë në Potam Himar. Leje numër 53 datë 2 prill 2024 për godim banimi dhe shërbimesh me 7 deri në 9 kate mbi tokë dhe 1 kat parkim nën tokë në rrugën Pavarësia Durrës, që thuhet se është pallati i Mirela Kumbaros. Leje numër 15 datë 9 korrik 2024 për godim banimi dhe shërbimesh me 22 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë në rrugën Teodor Keko Unaza Ere Tiranë. Leje numër 13 datë 25 shtator 2024 për resort me hotel, vila dhe shërbime në Imar. Leje numër 37 datë 25 shtator 2024 për godin 30 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë te Unaza e Re, Tiranë. Janë mbushur 5 muaj nga rrëmbimi i biznesmenit Gerond Meçe. Prokuroria posaçme SPAK ende nuk ka dalë në përfundimin se kush ishte grupi i çunave prej 4 veta që morën peng Gerond Meçen në mes të Tiranës. Të 4 personat janë filmuar nga disa kënde të ndryshme nga kamerat e bizneseve aty afër dhe qartësit duken të jenë pa maska, vetëm me kapele në kokë. Fytyrat e tyre janë pothuajse të dallueshme plotësisht, por çuditërisht skuadra e çunave nuk është arritur të identifikohet qoftë nga informatorët e policisë së shtetit, por qoftë edhe nga informatorët e prokurorisë së
posaçme dhe byros kombëtare të hetimit. Pse kaq vonesë për identifikimin e 4 njerëzve, imazhet e të cilëve janë kapur nga pamjet filmike dhe kush është njeriu që i mbron skuadrën me 4 persona që të mos arrestohet. Aq më tepër që mjeti luksoz Land Rover me targa AC121JJ që u përdor për marrjen peng të biznesmenit Gerond Meçe është identifikuar si pronë e shoqërisë Merkaj 3 SHPK që administron Endri Merkaj. Kjo makinë përdorej nga bashkëshortja e këtij të fundit, e cila është marrë në pyetje në SPAK, duke treguar rrethanat e përdorjes së makinës dhe në çfarë cilësie kishte rënë mjeti në dorë të 4 personave që rrëmbyen më pas Gerond Meçen. Por teksa makina është arritur të identifikohet se kush e përdor, çuditërisht nuk janë identifikuar 4 personat që kanë përdorur mjetin në datën 12 gusht 2025 në Tiranë, me të cilin është marrë peng Gerond Meçe. Për këtë ngjarje, SPAK më 15 dhjetor 2025 arrestoi dhe procedoi penalisht 8 persona, mes të cilëve shpalli në kërkim 2 biznesmenët, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri. Sipas dosjes hetimore ishte 12 gushti 2025 në mëngjes, ora 10:30 kur Gerond Meçe del nga shtëpia, pasi më herët kishte kryer një telefonat pune. Makinën Hyundai e kishte të parkuar në anë të pallatit dhe teksa afrohej, një makinë Foristrade tipit Defender, ngjyrë zezë, me fenelina policie, afrohet drejt tij. Gerond Meçe i thërret një person i gjatë pa mjekër, i veshur me uniformë ngjyrë blu, si edhe jelek ngjyrë të verdhë me mbishkrimin BKH, Byroja Kombëtare e Hetimit. Me këto detaje e nis rrëfimin e rrëmbimit të tij në një dëshmi të 22 shtatorit 2025 në prokurorinë e posaçme Gerond Meçe, pronari i kompanisë Advanced Business Solutions ABS, si një nga personazhet kyçe të dosjes së SPAK për grupin e Ergys Agasit, të cilin e ka shpallur në kërkim për dyshimet mbi tenderat e akshit. Venezuela nuk është qendra e narkotrafikut global dhe as motori i tregut botëror të lëndëve narkotike. Kjo është deklarata e prerë e prokurorit të Napolit, Nicola Gratteri, i cili në një intervistë për La Stampa rrëzon akuzat e përsëritura ndaj Caracasit. Venezuela nuk dominon dhe as nuk orienton tregun ndërkombëtar të drogës, thekson ai, duke shtuar se kush pretendon të kundërtën, shpesh e bën për qëllime politike. Sipas Gratterit, roli i Venezuelës është margjinal nëse krahasohet me nyjet e errta të trafikut ndërkombëtar, të cilat ndodhen kryesisht në Amerikën Qendrore dhe Meksik, vendet që përbëjnë rrugët kryesore për hyrjen e drogës në tregjet e SBA-s dhe Evropës. Dhe sa i përket fentanilit, çështje tepër e ndezur në debatin politik amerikan, Gratteri është i qartë, nuk ka asnjë provë të pavarur që të tregojë se Venezuela është qendër prodhimi për drograt sintetike. Pothuajse i gjithë prodhimi i fentanilit dhe substancave të tjera opioid sintetik bëhet në Meksik. T'i atribuohet një rol qendror Caracasit, sipas tij është një përzierje e qëllimshme midis propagandës politike dhe realitetit kriminal, me synime që të shkojnë përtej luftës ndaj drogës. Fokusi i tepruar mbi Venezuelën si epiqendra e drogës është i pabarabartë dhe duket se justifikon presionet diplomatike dhe ndërhyrje, jo një përpjekje reale për të ndalur trafikun e drogës, thot prokurori italian. As grupi kriminal venezuelian Tren de Aragua nuk e përmbys këtë tablo. Aktiviteti i tij është më së shumti i lidhur me trafikimin dhe shfrytëzimin e migrantëve, jo me narkotrafikun në shkallë ndërkombëtare, thekson Gratteri. Ai ngret dyshime serioze për strategjinë e SBA-s, duke shtuar, nëse arrestimi i presidentit Maduro do të bëjë vërtet në luftën kundër drogës, atëherë Washingtoni do të duhet të përqendrohej te vendet që realisht prodhojnë kokainë dhe opioid sintetik. Goditja e nyjeve periferike, paralajmëron ai, është e paefektshme. Nuk është kështu që luftohet historikisht narkotrafiku. Sipas Gratterit, në këtë çështje janë në lojë interesa gjeopolitike dhe ekonomike shumë të mëdha, duke filluar nga kontrolli indirekt i rezervave të mëdha të naftës venezuelane, ndër më të mëdhat në botë. Një skenar i njohur, pasi lufta ndaj drogës është përdorur historikisht si narrativ për të fshehur objektiva strategjik. Në realitetin aktual të narkotrafikut, qendra kryesore janë Meksika, që përbën epiqendrën e prodhimit të fentanilit dhe drogës sintetike, si edhe vendet andine, Peruja, Bolivia dhe Kolumbia, që janë burimi kryesor i kokainës. Në këtë sistem, mafjet italiane mbajnë një rol qendror. Ndrangheta është sot organizata më e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës, por nuk është e vetme. Edhe Camorra, Cosa Nostra dhe klanet pulieze luajnë pjesë të rëndësishme të tregut dhe krahas këtyre strukturave tradicionale, po shfaqen me forcë aktorë të rinj, veçanërisht grupet kriminale shqiptare, të cilat Gratteri identifikon si një fuqi në rritje në rrjetin transnacional të drogës. Problemi më i madh, përfundon Gratteri, është ekonomik dhe financiar. Sot kapen vetëm 10 deri në 12% e lëndëve narkotike, ndërsa sekuestrohet më pak se 1% e fitimeve që ato gjenerojnë. Pa goditur flukset financiare, motori i këtij sistemi mbetet i paprekur.